Diola, që është diçka që ki dërgu si dëshirë universit që nuk t'u ka realizu, por pret në të ardhmen? Gjitha më ka realizuar. Do të thotë, këte ka funksionu gjithmonë? Gjithmonë, po. A ka ndonjë treg që ndoshta njerëz të cilët dërgojnë dëshira të tilla e s'realizohen? A ka ndonjë gjë specifike që ti ndoshta e ki si proces për që ato dëshira në univers të realizoheni 100%? Shiko, unë mendoj që ti kur e ke atë qëllimin e mirë, fillimisht, është shumë e rëndësishme që ta kesh qëllimin e mirë. Kur e ke qëllimin e mirë edhe kur ke fokus në dëshirën tënde dhe nuk shpërqendrohesh, qoftë nga Instagrami, nga Facebooku, nuk shpërqendrohesh nga llafet e mamit dhe të babit kur thonë ndoshta që se ti nuk mundesh, bolle ke atë rrogën aty, je shumë mirë, çfarë të duhet diçka tjetër. Dhe kur ti e vizualizon se ku do që të shkosh. Unë jam një person, Eroldi thot shpesh kur ne flasim për ditët e para kur jemi takuar me njëri tjetrin, që ti ke pasur gjërat shumë të qarta që në fillim. Edhe unë ashtu personi jam në çdo le të themi drejtim të jetës time. Qoftë në raport me shoqërinë, në raport me partnerin, në raport me gjithë njerëzit që më rrethojnë, në raport me punën. Unë jam një vajzë që e di shumë qartë se çfarë dua në jetën time. Edhe qartësia të ndihmon që ti arrish ato gjëra shumë herë më lehtë pastaj. Kështu që jam një person që i shkruaj qëllimet e jetës time, edhe pastaj është vetë, është energjia, është dëshira, është pasioni që ty dashur pa dashur të hapen disa porta të reja, të cilat të gjitha së bashku të çojnë drejt atij qëllimit. Edhe unë them shpesh që gocat e reja, për shembull, asnjëherë nuk duhet heqin dorë nga ëndrat e tyre, por duhet kenë gjithmonë ëndra që t'i realizojnë pa dëmtuar dikën tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme. Po m'dukesh që je pak kontrolluese e jetës tënde. A je kontrolluese edhe për partnerin? Për partnerin, jo. Unë jam një person që e dim shumë mirë të dy se çfarë duam dhe nuk duam tek njëri tjetri. Nuk besoj që është çështje kontrolli, është çështje disipline për jetën tënde dhe është çështje qartësie. Se çfarë ti toleron dhe çfarë nuk toleron. Nuk mendoj që është tërheqëse një vajzë që nuk e di se çfarë don në jetë. Nuk mendoj që është tërheqëse një vajzë që i lë gjërat thjesht, okej, punë e madhe, se i bie që se do atë person, i bie që ke një opsion B. Kështu që unë jam, e di shumë qartë pikën time ku dua të arrijë. Nëse nuk ma jep dorën për të shkuar në atë pikë, të lutem më liro rrugën. Shumë e thjeshtë. Çfarë nuk do t'i toleroj asnjëherë partnerit, përpos ndonjë ushqim? Ushqimet e toleroj. E toleroj sepse, shikoj, kur ne jemi tritur mjaftueshëm, unë mund të kontrolloj ndoshta vetëm ushqimin edhe gjërat tek vajzat e mia, që janë 9-18 vjeç, nëse edhe një vit e madhja i bën 18 vjeç.